Është qasja që ka pas qeveria Kurti nëse e marrim procesin e dialogut, cili ka qenë kryefjala e politikës tonë të jashtme, ka pas një qasje më të hekurt në raport me mënyrën se si u ka qasë raporti tonë me Serbinë, duke tentu që ta vendosë Kosovën më shumë në suaza të barazisë së falëve, si dy subjekte të barabarta në procesin dialogus. Mendoj që raporti që është zhvillua apo qasja politika e tij karshi pjesës veriore të Kosovës në prizmin tim është pjesa më e suksesshme e këtyre 5 viteve, e cila është përpjekja më serioze që është bërë ndonjëherë për ta shtri sovranitetin e vendit në atë pjesë, përkundër që ka pas reagime të momentit të kohës, të cilat kanë sjellë edhe një masa të saktuara në bllokimin e fondeve të Bashkimit Evropian, të cilat së fundi në pjesë të tyre janë liruar dhe pjesa tjetër pritet vitin e ardhshëm. Unë mendoj që është ndërtuar atje një realitet i cili është përpjekje serioze, nuk po them që është përmbyll çështja e sovranitetit, por është përpjekja më serioze. Nëse shohim çka ka ndodhur me prej targave, ndalimin e mbajtjes së zgjedhjeve, referendumit, zhbërjen e strukturave paralele atje, ndalimin e dinarit, i cili ka mundësu një lloj transparence financiare Republikës Kosovës, sepse ne e dim sa miliona euro janë fut me thasa ndaj kufirit, me cilat janë financu strukturat paralele. Pastaj hapjet e zyrës kadastrit, Agjencisë për regjistrimin e bizneseve, hapjen e bizneseve në atë pjesën veriore, hapja e stacione policore rreth kufirit, mbyllja e disa rrugëve ilegale. Pra, ka një ndryshim të realitetit atje. Kjo është hasme një presion nga ana e Bashkimit Evropian. Kjo ka pasur reflektim në politikën e jashtme? Ka pas një reflektim sepse, po them, ka qenë një dorë më e hekur në momentet caktuar, jo e koordinuar, në syrin tim e drejtë sa i përket raportit ton me pjesën veriore. Sepse ne tani më kemi 2 marrëveshje, për flas marrëveshja e Brukselit dhe aneksi Ohrit, të cilat janë rrugtimi jo vetëm jonë, po edhe i Serbisë drejt Bashkimit Evropian, dhe ne e pamë edhe tek ligji kombëtar i mbrojtjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës, që për herë të parë po kodifikohet edhe politika e mbrojtjes e Shtetit Bashkuara në raport me Kosovën, në 3 elemente ku po përjashtohet çështja e ndarjes dhe shkëmbimit territorial duke njohur sovraniteti, integriteti i Kosovës dhe përfundimi i marrëveshjes me njohje të ndërsjellë dhe marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit si rrugtim i 2 vendeve për të ecur përpara. Së fundmi ne kemi pa që edhe në kuadër të masave të Bashkimit Evropian, së fundmi një pjesë e tyre, sepse është trumbetuar të madhe që ka një humbje disa 10-100 milionësh euro për të hyrë të informimit drejt edhe të qytetarëve, por edhe të në kontribut të debatit të sotëm. Kosova në kuadër të IPA 2020 ka humbë 7 milion euro, kjo shuma e përgjithshme që ne kemi humbë në raport me fondet e Bashkimit Evropian. Së fundi janë liru 36 milion euro të BE-s dhe 8 milion euro tjera bashkëfinancim nga Kosova, që kanë prek projekte shumë të rëndësishme, prej çështjes ngrohjes qendrore të Prishtinës, trajtimit të mbetërinave, bursiste, e gjitha këto, ka një, nëse e merr si kundërvlerë të zhvillimit, dhe nëse shohim sot se si është veriu dhe si ka qenë para 4 viteve, unë mendoj që është një sukses i prekshëm, i cili asnjëherë nuk duhet me përjashtu asnjë lloj qeveri, që rrugtimi i Kosovës... Me një fjalë po thoni që çdo kritike mundshme që ka ardhur në adresë të qeverisë Kurti për atë që është quajtur lëndim i raporteve diplomatike, qoftë me shtetet mike në kuadër të Bashkimit Evropian, qoftë me SBA-n, është tërësisht si pasojë e kësaj që ka ndodhur në përpjekje për të ruajtur sovranitetin, e jo për politika të dobta diplomatike në atansi. Unë fola se si e kam, po unë përpjekjen konkrete të qeverisë në atë pjesë të vendit, e cila është e prekshme me rezultate konkrete atje. Asnjëherë nuk e përjashtoj që ne nuk mund të haprojmë përpara, se sponsorues të këtij shteti janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Në aspektin financiar ne e dim që BE-ja ka afër 4 miliardë euro që ka dhënë për Kosovën. Dhe ne nuk mund të mos bashkërendohemi, të sqarohemi, të diskutojmë të hapur dhe të dëgjojmë çdo herë
Asnjëherë nuk them që ne mund ndërtojmë politikë të jashtme duke mos u bashkëndruar me SBA-t. Por në momente të caktuara, një dorë, absolutisht, një dorë më e hekur në kuadër të procesit të dialogut për ta vendosur një lloj barazie në mes nesh dhe Serbisë në këtë proces, unë mendoj që ka dhënë sinjale pozitive dhe është e mirë që kohës fundit po dëgjoj edhe nga kampi opozitar një lloj pranimit kësaj, që është pozitive, sepse në raport me dialogun dhe këtë proces ne mendoj që jo vetëm opozit, po gjithë media, shoqërisë civile duhemi me qenë bashkë së paku në këtë temë. Në tema tjera të politikës ditore mund të jetë tema ku mund të ketë pozitë dhe opozitë. Do të mundohem ta ndaj në dy pjesë këtë bashkëbisedim me ju, në atë se si kemi raportet me Shtetet e Bashkimit Evropian dhe pjesën e dytë se si kanë lëvizur marrëdhëniet me SBA-n, por për fillim edhe për ju aprashi pyetja njëjtë, një vlerësim të diplomacisë në këto 5 vitet e qeverisjes Kurtit? Po, në fakt, Taulanti u fokusu të pjesa e temës veriut, edhe në temën e shtrirjes sovranitetit, është arrit bëhet diçka dhe kjo në fakt nuk është me domosdoshmëri lajmi keq. Do të thonë, është lajmi mirë për Kosovën që pas 17 vitesh shtetësi, ne kemi një shtrirje të institucioneve atje. Megjithatë, kur flasim për politikën e jashtme, unë vrej që ka dështimet mëdha të Kosovës në raport me marrëdhënien ndërkombëtare. Unë e monitoroj punën e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe nga kjo që kam arritur të monitoroj këto 5 vitet e fundit, që prej se është fuzionuar Ministria Punëve të Jashtme me Ministrinë e Diasporës, në leadershipin veçanërisht të zonës Gërvalla, Ministria Punëve të Jashtme ka shërbyer ekskluzivisht si Ministri e Diasporës.